والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Ajurri në librin e tij Sharia. Sa Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë në një prej fjalëve të tij: "Aleikum bil ilmi qabla an yuqbad wa iyyakum wa tanattu'a wa tabaddu'a wa ta'ammuqa wa aleikum bil atiq." Kapuni, kujdesuni për dijen para se ajo të humbet, dhe po ashtu keni kujdes, ruajuni prej teprimit, prej bidateve, prej thellësimit në gjërat e panevojshme, dhe kapuni për gjendjen e lashtë, bukfalisht, për gjendjen e parë të muslimanëve. Kjo fjalë, kjo këshill prej këshillave të bukura të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu ka në veti disa mësime shumë të rëndësishme, dhe një prej këtyre mësimeve është rreziku, kujdesi prej gjërave treja në fe, prej teprimit, prej shtimit, prej bidateve, risive dhe gjërave që nuk i përkasin fesë. Në realitet, në këtë temë, në temën e bidatit, rrezikut bidatit, pasimit sunetit, rrugës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam muslimanëve, Abdullah ibn Mas'udi në këtë temë ka shumë fjalë. Ka shumë transmetime që ka folur në këtë temë, dhe sa e kum pa prej shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është ndoshta i pari që më shumë të ka tërheq vërejtjen nga bidatet, risit dhe gjërat që nuk janë pjesë e fesë, që i nveshën fesë. Normalisht edhe pe Omerit ka pas fjalë ndryshme në këtë temë, ka edhe pe Abdullah ibn Omerit, edhe pe Ibn Abbasit, por pe Ibn Mesudit në mënyrë më të theksuar. Kurse fillimin e kësaj fjale, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu nis me një këshillë e cila është këshilla më e rëndësishme që e kanë dhënë çdo herë dietarët në kokë, mesin e tyre ose në kryt tyre sahabë, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E që është kujdesi për dijen. Kujdesi për dijen është pika më e rëndësishme që nuk bën me pas tolerimet e muslimanët. Prapambetja e muslimanëve nuk ka dyshim se arsyeja kryesore, një prej arsyeve më të mëdha është ignoranca, mos angazhimi me dije, mos dhënia e dijes pozitën që ajo e meriton. Dhe kjo është ajo që pastaj i ka sjellë shumë probleme tjera, për arsye se ignoranca kur të vjen me shumë bela tjera. Kurse dija është ajo që e ngrit njeriu, e ngrit mentalitetin e tij, qasjen e kështu me radhë. Aleikum bil ilmi qabla an yuqbad. Kujdesuni për diturinë para se ajo të humbet. Kur humb dituria? Kur vdesin dietarët. Dhe me një formë, me një transmetim tjetër, Abdullah ibn Mas'udi thotë: "Wa qabdul ilmi bi dhahabul ilmi bi qabdil ulama." Dhe dija humbet atëherë kur vdesin dietarët. Kjo është tamam tipik e ngjashme me hadithin që e ka transmetuar, që është transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Inna Allaha la yantazi'u al-ilma intiza'an min sudurir rijal." وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما وإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu nuk e heq diturinë pa prit mas, aty për aty pe gjoksave të njerëzve. Nuk e heq ashtu. Nuk e heq ashtu diturinë. Po diturinë e heq qysh? Duke vdekun dietarët. Derisa me një vend caktuar nuk mbesin dietar, edhe njerëzit fillojnë mi pyet,
ata që shiten, që janë dietarë kurse janë larg dijes, por janë ignorant, dhe kështu ata japin përgjigje pa dije, e humbin vetveten dhe i humbin të tjerët. Andaj, këshilla e Abdullah ibn Mesudit është që kujdesuni për dijen qysh, duke u kujdes për dietarët, duke u kujdes për dijen që e sjellin dietarët. Dashur vëllazëni, Allahu e ka nderu umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që trashëgimtarët pejgamberëve i ka bërë dietarët. Trashëgimtar. E shtot Ibn Kaimi rahimahullah thot, njerëzit më të mirët të muslimant janë pejgamber dihet, dhe ata që i ngjasojnë më shumë të pejgamberëve që janë dietarët. Allah e ka nderu umetin e pejgamberit që i ka bërë njerëzit më të mirë ata që ecin rrugës pejgamberëve e që janë dietarët. Andaj kjo temë nuk është e thjeshtë. Prezenca e dietarëve, mundësia mi pyet ata, mundësia mu këshillu me ta, mundësia me marr dijen prej tyre, me ul në gjon para tyre, me mësu, kjo është prej garancive të vazhdimësisë e umetit pejgamberit sa në këtë dynjë. Për këtë arsye, Subki, një prej dietarëve të Shafive, që ka jetuar shekullin e 8, e ka një fetva që nuk lejohet me net në një vend që s'ka dietar. S'lejohet, është ndaluar me net atë. Pse? Pse me bo diçka me pas nevojë, s'ki kanë me vetë, e humb fen tonë. Nëse e humb fen tonë, atëherë ke humb thesarin më të madh. E ke humb atë vlerën më të madhe që ty të vinë këtë dynjë. E njerëzit sot për shkak internetit, për shkak teknologjisë, shumë lehtë u zhbo me thonë që jo, që ky dietar po pëlqen, që ky s'po pëlqen. Pse se këta pektina ngova një ders, pektina ngova një këshill, pektina në realitet ai s'ka po hala dietar. As ka ngupi dietarëve. As se diçka do të thonë dija. Në realitet. Pse? Jo që s'janë këto dietar, jo që se ka nguaj, po se ka ngu tamam ç'është duhet. Se ka kuptuar tamam ç'është duhet. Nuk ja din vlerën atij çka është të fol tamam ç'është duhet. Për këtë arsye ka çat guximin e koçi, filoni po m'pëlqej, filoni s'po m'pëlqej. Po kush je ti me kallëzu kush pëlqen e kush pëlqen? A diçka do më thonë kjo, ti do fol për trashëgimtarët e pejgamberit. Ti do fol për shoqërinë më me vlerë, shoqërinë për njerëzit më me vlerë në shoqërinë e muslimanëve. Edhe në botë. Paramenon njerëz sot dosh vëllazni, paramenon që she ngritin Einsteinin, atjetrin, këtë mirë, këtë në rregull, ngritin për shkak të zbulimeve që i kanë bërë këtë dynjë. Nikola Tesla, ja, çure rryma e to e po, çure çfarë zbulimi ka po. Kjo drejt ty po ta jep drejtën, po ta ndriçon, po të ndriçon punën tek kësaj dynjaje. Punën tek kësaj dynjaje po të ndriçon. Shumë mirë, faleminderit. Po ai që po të ndriçon punën e ahiretit. Ai që të ndriçon rrugën për me shku te Allahi, që të kallzon rrugën ka me shku. Për këtë arsye një dietar i hershëm musliman Ibn Battah thotë dietarët janë sikur dritat në mesin anëve rrugës, në mesin e errësirës. Nëse nuk i kishte dritat, devijon hub, nuk din ka me shku, mbetesh në errësirë. Kështu janë dietarët mesin e umetit pejgamberit sa për ata çka dojnë me hec rrugës dietarëve. Andaj duhet më ia ditë vlerën dijes, po një tikun duhet më ia ditë vlerën dietarëve çysh është tamam edhe sipas mësimeve islame. Pastaj thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, pse e përmend këta në fillim që të farë hymën, e përmend për arsye se nëse e dim vlerën dijes, angazhohesh me dije, ec pas dietarëve, nuk ka mundësi me ardhur te ti edhe mu afru te ti devijime, dyshime, bidatet, lajthitje, gjërat e çuditshme, ëndrat, prallat, s'ka mundësi. S'ka mundësi, për arsye se formohesh çashtu që duhet të formu një njeri. I mëson meselë tamam që do të më mësu. I këshyr meselë tamam që do të më këshyr. Pse se tamam ke hez në rrugën e lartpamësisë, ashtu që ta kanë mësuar, që kanë mësuar dietarët e umetit prej kohës pejgamberit deri ditën e sotme. Po ashtu përveç që kjo që ty dija, ty të rumpi bidateve, për këtyre gjërave, pra Abdullah ibn Mesudi thotë, ki kujdes prej teprimit. Çfarë thotë teprimi këtu? Et tanattu.
E të në to, është për qëllim ekstremizmi, mi marë çështjet ekstrem, mi marë çështjet ma roni që ka mundësi mi marë, me këshirë vetëm anën e vrasht, anën e vështirë. Për këtë arsye pejgamberi çka thotë në hadith, thotë helekel mutanatti'un. Helekel mutanatti'un, kanë hupën, kanë dështu ata që shtringojnë. Ata që shtringojnë, në realitet feja është argument. Nuk ka shtringim ose lejem, ose lirim. Nuk ka shtringim ose lirim, është argument. Është bazë që ti dush më bazun ta. Ku ka mundësi më konë letë, djetari e merë më të letëm. Pse çështu e ka marrë pejgamberi alayhis salam? Çështu Aisha radhiyallahu anha nuk ka pas dy gjëra që në konë të dyja të lejume, njëna konë pak më e rëndë, njëna pak më e lehtë, vetë se pejgamberi e ka marrë më të letëm. Jo që ai s'ka mujtë marrë tronën, ai ka mujtë, po këta e ka bo për me qenë rahmet, mëshirë për umetin e tij. Që ku ka hapësirë, mos ja ngushto vetet, mos ja shtringo vetet, ku ka hapësirë? Ku mundesh me marrë më lehtë? Pse? Se kjo përshtatet me natyrën e njerit, me natyrën që Zoti ka kriju. Andaj kur e teprojnë njerëzit, e shtringojnë shumë, shkatërrohen, që ka thonë pejgamberi në hadith. Pse shkatërrohen? Se s'mujnë me vazhdu dashur vëllezër. S'mujnë me qu, dorëzohen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi hadith, inna hadha ad-din matin. Wa lan yushad ad-din ahadun illa ghalaba. Kjo feja është e fortë. Kjo feja është e fortë, është e fortifikume, është e madhreshme. Kushdo që mënohet më shty me feja jam unë. Kushdo që mënohet më kallëzu ma special në fe, s'mohet me qu. S'mohet me qu gatë. Dërzohet. E ku dërzohet, shkatërrohet. Pse? Se zakonisht ata që dërzohen, ata shkojnë pastaj në atë ekstremin tjetër, e lojnë këtë. Thojnë ja smujta mos, po me shtymë më në ato. Pelo këtë, po kthejnë a pe këti ekstremit në atë ekstremin tjetër. Ose nalën rrugë dhe nuk vazhdojnë. Andaj hupin, shkatërrohen. Për këtë arsye Allahu Mesudi radhiyallahu anhu don me thonë me këtë që i yakum at-tanattu runu prej teprimit, domthon rreni mesatar. Rreni mesatar në çështjet e fesë, praktikimin e fesë, munoni me marrë ata çka është më afër mundësive të juve. Ajo çka më shumë përshtatet me atë çka ju mundi me vepru. S'po unë s'am të fol për haram e halal, mos e keq kuptoni. S'am të fol për haram ose për obligime. Jo, ajo çka është haram, ajo çka është obligim, është obligim. Po ajo çka është mes kësajna, njëri duhet me pa veten ku është, çysh është, sa ka mundësi, sa s'ka mundësi. Pastaj wa iyyakum wat-tabaddu. Ruajoni po ashtu nga bidatet. Kjo ka qenë këshilla e pejgamberit në çdo hutbe. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Çdo lajthi, çdo risi është bidat. Dhe çdo bidat është humbje. Dhe çdo humbje çon zëm xhenamit. Sidomos bidati. Sidomos bidati është shumë i rrezikshëm. Për arsye se njerëzit e bëjnë bidatin. Çfarë definicioni ka bidati? Definicioni i bidatit është adhurimi i Allahut, veprimi i Allahut, veprimi i adhurimit ndaj Zotit në një formë që i përngjason Islamit, i përngjason shariatit. Për këtë arsye njerëzit mendojnë që janë të bëu mirë kur bëjnë bidate, kur bëjnë gjëra thonë Zoti na fal. Kur bëjnë bidate mendojnë që janë të bëu mirë. Për këtë arsye Allahu Mesudi ka tërheq veten ç'është ka bëu pejgamberi në hadithe. Allahu Mesudi po ashtu e ka tërheq veten shokëve vet. Për arsye se kjo temë nuk është çështje e thjeshtë. Çështja e bidatit nuk është çështje e thjeshtë. Pse? Se bidati do të thonë ti praktikisht, jo me fjalë, as me bindje jo, po praktikisht pejgamberi sa më ka adhuruar Zotin në çështë formë që e ka adhuruar dhe Zoti u koni i kënaqur dhe ka plotësuar fen me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që ka thënë Allahu vetë në Kur'an, ama unë po vetë do sa në tjera shtesë që si ka bëu pejgamberi. Unë i di pak ma ndryshe. Ç'është i bën? Po këtë arsye Imam Maliku thot kush menon që ka bidat, kush e sjell një bidat të ri në Islam,
kush e sjell një bidat që s'ukon, një vepër adhurimi që nuk ka qenë, ai në realitet e ka tradhtu shpallin e pejgamberit alayhis salam. Pse e ka tradhtu? Se po bjen diçka çka u mshel mo. Thot jo, s'u mshel. Allah po të mshel, s'u mshel, alo. Prit një edhe pak. Ky e thot këtë çështje e ka me veprën e tij. Andaj bidati është i rrezikshëm. Bidati është i rrezikshëm edhe çka thon Sufjan al-Thauri është më i dashur për shejtanin se gjinoji. Më i dashur për shejtanin se gjinoji. Andaj keni kujdes për bidatave. Çdo çështje që ki dyshim që nuk ka bazë në fe, nuk ka argument për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk ka argument për shokëve të tij, ruaju prej saj. Mjaftohu me atë që i ka mjaftuar njerëzve më të mirë që kanë ekzistuar në sipërfaqen e tokës. Se s'mon është me bu kur gja më shumë se ata për me arritë Allahi, edhe aski shans me hinë ngarë me ta. E leti tani mu kallxu mu halo ma i ditër edhe ma i veçanë se ta, kjo s'ka mundësi. Pas e thot, wa iyyakum wat ta'ammuk. Ta'ammuk çfarë do të thonë? Ta'ammuk do të thonë me u zhyt në tema as thellë që s'kan nevojë. Nuk ka nevojë. Për shembull, mohabete që s'përkasin ty. Gjykime ndaj tjerëve. Tema ndryshme që nuk na përkasin neve. Jo nashti e ka pas për qëllim që ta, jo se ka pas për qëllim që ta, jo nashti kjo, jo. Domethënë supozime, ide ndryshme për një temë që në fundit kur gjë s'ka të bëjë me ty hiç. Hiç s'ka bëjë me ty. Po tu ja ke po për shembull ky vargu i dy rrymave të rrezikshme të kohës sotit, rryma e tekfirit dhe rryma e tebdijit. Rryma me bën njerëz shafira dhe rryma me bën njerëz bidaxhi, devijum. A ke po ja nis pak në herë. Ja nis pak, valla filoni e kish kundërshtu çto sunetin. Filoni çto kish rënë bidat. Tani mas i ka rënë çto bidat, atëherë ky bidai ka bidaxhit. Atëherë ky po bëj ka bidaxhi. E nëse bo bidaxhia bëmë fal mastina. Nëse ta lyp çikën a bëmë kjo meselë tani zgatot shumë. Dhe në realitet kur ke hi këtu ke hi gabim. Se kjo nuk ka për ty, kjo tema është e rëndë. Kjo tema është e madhe. Domethënë na folëm për rrezikun e bidatit, po në njëjtën kohë flasim edhe për rrezikun e këtyre personave që shpërndajnë bileta edhe japin tiketa falas, pa pas problem. Filoni është xhenem, filoni halas ka hi xhenem edhe pak ka me hi, filoni është i devijum, filoni kështu. Krejt njerëz këshyrin edhe i zbulojnë edhe i këshyrin. Çdo keni sheh Medine Abdul Malik Ramadani, Allah e rujt, thike këta njerëz aq shumë bëhen vezvese që edhe me ta poni libër në dorë, halo pa ulti i mirë don me këshy çfarë libër hit, këna e ki. Kush është ai personi kush është autori i këtij libri? Mos është ai personi dyshim. Mos është ai, domthonë çdo temë e lidhin me detaje, i këshyrin njerëz detajisht kush janë, çka janë të bu, çka foli, pse e thashit fjalë. Kjo është dashur vllazni, kurth pe kurthave shejtani që i ka mashtruar njerëzit që falën 5 sekondë ditje. Edhe i ka largu edhe pe adhurimit, pe shijimit të ibadetit, edhe i ka largu pe vllaznillakit që është shije, po ashtu ibadetit, edhe i ka largu e prej veprave tjera që janë shumë më të rëndësishme për ta jetë. Kjo është reale që na e shohmi shpesh në për rrethet tona, për fatkeq. Pastaj për me përmbyll Allah me sudi këtë këshill e jep një definicion të përgjithshëm që është ajo farë çështja mbitorte që themi na. Thot wa aleikum bil atiq. Kaponi pas vjetrës. Çka është për qëllim me vjetrën këto? Këto është për qëllim koha e pejgamberit me shokëve të tij. Pse? Se çajo kon koha e artë. Çajo kon koha më e mirë që ka ekzistuar ndonjëherë, pe që ka kriju Allah Ademin alayhis salam deri në ditën e fundit së dënjoja. Kohë më të mirë në këtë dënjë s'ka pas asnjëherë. Mas asaj kohës, ma vonë, mas gjeneratës 2-3, kanë filluar me ndodh fitnet mesin e muslimanëve. Problemet ndryshme, bestitni, ideologji, fraksione, grupe, e kështu me radhë. Si të përzihen çështjet, kthevte e para te burimi edhe mos e thot. Kjo është mizani. Kjo është peshoja. Si të përzihen meselet, valla s'pedi që kjo çështo, s'pedi që kjo çështo,
ktheu këshire që ka bo pejgamberi dhe sahabët edhe flej rahat. Pse? Se ata janë konë me garanci pe Allahut rrugën e drejtë. Jo veç pejgamberi, po edhe shokët e tij. Se pejgamberi pe dim këtë. Po Allah kur i ka përmend muhaxhirët edhe ensart, ka thonë çka ka thonë Allah? Radhiyallahu anhum wa raduan. Allahu kon i kënaqur me ta edhe ata janë kon i kënaqur me Allahin. Për kanë për shokët e pejgamberit sa. Kur kon Allah i kënaqur me ta, atëherë kon i kënaqur edhe me veprat e tyre, u kon i kënaqur edhe me fjalët e tyre, e kështu me radhë. Andaj çdo temë dash vëllazni, ehli suneti e kanë qitë mizanin. Për çdo temë. E këshyrimi çysh e ka bo pejgamberi sa. Nëse zgjojnë diçka argument për pejgamberin sa, e këshyrimi çysh e kanë kuptuar që çështja e shokët e pejgamberit sa. Normalisht ne na do vol për çështje të fesë, për mesele të fesë, për mesele të dinit, domthonë çështje që ndërlidhet me çështjet, mesele që ndërlidhen me fenë, deturinë që lidhet me argumente e kështu me radhë. Pra sy se ajo gjenerata e parë e muslimanëve është garancia e shpëtimit të muslimanëve qysh në atë kohë kur kanë qenë, po dhe çdo kohë që ata jetojnë. Për këtë arsye pejgamberi sa kur ka treguar se kanë mu përço musliman, çka ka thonë? Çka ka thonë? Me një hadith aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Kapni për rrugën tëme dhe për rrugën e khulefave, 4 khulefat që janë. Ebu Bekri, Omeri, Uthmani edhe Aliu. E që në mesin e tyre janë këtë sahabët tani pjesë këtyre khulefave. Me një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur e vesin, cilën rrugë me pasu, masi ndodhin këto sprovat edhe fitnat, ka thonë ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Në qatë rrugë që unë jam sot edhe shokët e me. Që kjo është siguria, që kjo është peshorja. Për këtë arsye Allah është thënë në Kur'an: "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kush ja kthen shpinën pejgamberit, masi që ju ka kallëzu, masi që ju ka tregu, ju ka sqaruar atij rruga e drejtë, dhe e pason një rrugë tjetër jashtë rrugës besimtarëve. Cila është kjo rruga e besimtarëve? Pyetje. Bravo, rruga e sahabëve. Pse sa Allah po thot kush e pason kush e kthen shpinën pejgamberit, edhe e pason një rrugë tjetër jashtë rrugës besimtarëve, në kohën e pejgamberit besimtarët në kohën e sahabëve. Nuwallihi ma tawalla. E lojmë çat rrugë që ajo është. Wa nuslihi jahannam. Dhe përgatisim për ta xhenemin që është vendi shumë i keq. Andaj dashur vëllazni, momenti që ka ndodhur fitnet mesin e shokëve, mesin e njerëzve, mesin e muslimanëve, këtë dietar të umetit ka hon takshirmi që shikon në fillim. Gjësh meselet takidës, meselet argumentit, meselet faksione, meselet menexhit, metodologjisë, e kështu me radhë, meselet edukatës islame, ka hon takshirmi që shikon në fillim. Nëse kanë gjetë në argument fillim çish ka bo qatë punë, çish e ka pas qatë bindje, pejgamberi sa më dhe shokët e tij janë rahatu, edhe nëse këtë dynjaja janë çu kundër, s'lodh hiç më. S'lodh hiç. E nëse nuk e ka gjetë u munu me gjetë në bazë kuptimit ata që e kanë dhonë, ato sinjalet e qarta të rrugës që i kanë kallëzuar ata që na kanë mësuar neve, në që me hec çato rrugë, në çato sinjale që i kanë dhonë ata dhe me hec deri në ditën e fundit. Elhamdulillah, Allahu e ka nderuar umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që edhe i fundit i tyre mund me hec në gjurmë të parit tyre. Kjo është nderim. Ta sakita asnjë popull, ta asnjë umet, ta asnjë millet. Veç të muslimanët. Mas 1400 vjetë, ti e ki nderin me hecën rrugës së atij që ka jetuar para 1400 vjetë dhe me di detajeve të jetës tina. Detajet jetës shokëve tina. Në adhurim, në edukat, në sakrificë, në kuptim të fesë, e kështu me radhë. Këta i ki shkruar, vetëm se je i sinqert me pasu qatë rrugë. E nëse je i sinqert, s'ka dyshim se Allahu nuk ta humb mundin edhe shpërblen me nderin më të madh për me qenë pasues i hakut i rrugës pejgamberit dhe shokëve të tij. Atë dashur vllazni, kjo është rezumeja që thashë këtë fjalëve më herët, aleikum bil atiq. Do të thonë pja fam juve, pja fam vetit. Kapnu për të partë.
kapë për gjeneratën e parë. Dhe kjo është nderë dhe vlerë. Mu kthy temas për neve muslimanëve, jo mu kthy temas për me met atje, se s'muj me mëri. Po mu kthy temas për me kuptu që kanë jetu muslimanët e parë dhe më mundu me shtim praktik, kjo është nderi më i madh që ka mundësi ti më ja bëve vetës tënde. Dhe kjo është dallimi mes fesë tonë dhe feve tjera, që në realitet nëse kthehen temas s'kan ku shkojnë, e nëse shkojnë te para shkojnë që çdojnë. S'ka diçka që i kap në rrugë dhe i drejton tamam ç'dot, por këtë arsye edhe kanë devijuar edhe kanë humbë dhe nuk kanë mbet për burimit të sakt të fesë tyre, asgjë pa u përzim me të kotën. Allah na mëson që behes rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, rrugës shokëve të tij, gjeneratës më të mirë muslimanëve, dhe me qenë krenar, me qenë vigilant, me qenë të fortë dhe inshallah bashkuar këtë rrugë. Allahu na forcoj që të jemi në hak deri në momentin e fundit sa jemi këtë dynjë dhe bashkohemi në hak me pejgamberin alayhis salam, me shokët e tij dhe me gjithë muslimanët firdausil a'la. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad.